Do të shkojmë tek fituesi i tretë. Ai takon një sporti shumë të suksesshëm në Shkodër, siç është peshngritja. Dhe fillimisht për të dorëzuar këtë çmim, unë kam kënaqësi të ftoj një nga emrat e mëdhenj të këtij sporti në duartrokitjen tuaj, zotin Asim Belinova. Dhe pa diskutim që ky çmim shkon për një emër i cili është shpallur kampion kombëtar për peshën e tij në këtë vit dhe njëkohësisht është renditur në vendin e 7 në Europë në kampionatin evropian të 23 vjeçarëve. Ajo është Sajmir Laça. Me sa shaf këtu është gjithë familja e gjithë sporteve. Është një kënaqësi e madhe për mu, si veterant, që jam pranë ti rekordmenit, që duhet i shpalosi i firë rezultatet, që ti din që të gjithë. Samiri është ekipit kombëtar, është kampion dhe rekordmen. Është fituesi medaljeve si kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një sportist me cilësi shumë të larta, edhe premtues. Pa në ndërgjësifie më tepër se jo sportista që vitin tjetër bashkë me atë Antoninon do sjellin medalje për Shqipërinë. Kjo është diçka e madhe shumë. Përfita dhe nga rasti shumë, duhet të falenderoj, një falënderim të madh nga ky veteran që e njeh këtë sport me dashamirësi shumë madhe me kënaqësi, trajnerin Artur Laçë, cili është edhe trajneri kombëtares. Edhe uroj shumë suksese, edhe medalje do vi vitin 2026. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. Falenderoj gazetën Shkodra Sport për këtë çmim. Ka një kënaqësi të madhe kur merr çmimin prej dorës profe Asimit. Kjo merit është vetëm me trajnerit Artur Laçë. Me forcë, vullnet, do të bim sa më shumë medalje në Shkodër edhe në Shqipëri. Ju faleminderit gjithëve. Natën e mirë.